Kryetarët e partive që aktualisht e formojnë koalicionin Vlen janë takuar mbrëmje në kuadër të angazhimit për të çuar përpara bashkimin në një subjekt të vetëm politik. Asnjëri prej liderëve të partive nuk ka sqaruar për publikun se për çfarë është diskutuar konkretisht dhe nëse është marrë ndonjë vendim konkret. Megjithatë, sipas burimeve të brendshme, takimi ka kaluar në atmosferë konstruktive, në frymën që është reflektuar edhe së fundmi gjatë takimeve që liderët e Vlenit kanë pasur në Kosovë me kryeministin Albin Kurti dhe me krerët e familjes Jashari. Gjatë takimit të mbrëmshëm, liderët kanë tejkaluar edhe paqartësitë e drejtanishme rreth mënyrës se si do të mund të funksionojë mekanizmi i kryetarit të partisë në formën e rotacionit. Në publik nuk është sqaruar as se si do të zgjidhen organet tjera drejtuese, nën kryetarët, sekretari i përgjithshëm dhe postet tjera drejtuese, ndërkohë që pritet që këto gjëra të sqarohen deri në përfundimin e procesit të zyrtarizimit të subjektit të përbashkët. Pritet që së paku një herë në javë të ketë takime të ngjashme, ku do të shqyrtohet ecuria e punës për shkrirjen e partive aktuale në subjektin e vetëm politik. Bazuar në dinamikën e drejtanishme të angazhimit, pritet që kongresi i parë i partisë së re të mbahet në muajin maj. Partitë aktuale që përbëjnë koalicionin Vlen, Lëvizja Demokratike e drejtuar nga Izet Mexhiti, Lëvizja Besa e drejtuar nga Bilal Kasami dhe Partia Alternativa e drejtuar nga Bekim Sali, kanë vendosur që të pezullojnë strukturat e brendshme, një hap drejt shkrirjes në subjektin e përbashkët politik.